يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Me atë libër Zoti udhëzon ata që ndjekin kënaqësinë e tij në rrugën e shpëtimit dhe i nxjerr prej errësirave në dritë dhe me lejen apo dashjen e vet i çon në udhën e drejtë. Fjala Ridwanu, kënaqësinë e Zotit, është për fen islame dhe fjala Subul Selam, udhën e shpëtimit, është për udhën e tauhidit, besimi se Zoti është një dhe i vetëm, sepse fjala Selam është njëri nga emrat e bukur të Zotit, pra udha e Zotit është udha e njësimit të Zotit. Errësirat është për errësirat e kufrit dhe të padijes, drita është për dritën e besimit, fraza Sirati Mustaqim, udhë drejtë është për fenë e vërtet. Me këtë ajet Zoti u premton atyre që ndjekin fenë islame, nga e cila Zoti është i kënaqur me 3 gjëra: 1. Dërgimin në bregun e shpëtimit; 2. Nxjerrjen nga errësira e mohimit, kufrit dhe e padijes në dritën e besimit e të diturisë; 3. Udhëzimin e tyre në rrugën e drejtë. Zoti i pasi porositi ehli kitabët që të pranojnë fenë islame, tregoi edhe çfarë u ka premtuar atyre për këtë, por të treguar edhe besimin e dobët të disa të krishterëve, urdhëron e thotë: Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Betohem në veten time si Zot se me të vërtet mohues janë ata që thonë se Zoti është Mesihu, i biri Merjemes. Thuaj jo atyre, o i dashuri im, kush mund ta pengoj diçka nga punët e Zotit, nëse ai dëshiron e zhduk Mesihun, birin e Merjemes, edhe nënën e tij dhe çdo gjë që është në faqen e dheut. Pronat e Allahut janë qiej, toka dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre. Ai krijon ç'të dëshiroj. Zoti është plotësisht i fuqishëm për gjithçka. Shpjegime. Betohem në veten time se me të vërtet mohues janë ata që thonë se Zoti është Mesihu, i biri Merjemes. Kuptimi: i aduruar me të drejtë është vetëm Zoti dhe udha e drejtë është udha e njësimit të Zotit, prandaj betohem se me të vërtet u bën mohues ata që thanë Zoti është Mesihu, i biri Merjemes dhe jo dikush tjetër. Thuaj jo atyre, o i dashuri im, kush mund ta pengoj diçka nga punët e Zotit nëse ai dëshiron e zhduk Mesihun të birin e Merjemes, e nënën e tij dhe çdo gjë që është në faqen e dheut. Kuptimi: i dashuri im, për të mbyllur atyre gojën, thuaju, kush mund të ndaloj Zotin nëse ai dëshiron të zhduk Mesihun të birin e Merjemes, e nënën e tij dhe gjithë njerëzit që janë mbi faqen e dheut? Askush. Pra si besoni se Mesihu është Zot kur ai nuk mund të shpëtojë veten nga zhdukja? Pronat e Allahut janë qiej, toka dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre. Kuptimi: askush nuk mund ta ndaloj Zotin nga dëshira e tij, sepse qiej, toka dhe gjithçka që është ndërmjet tyre janë pronë e Allahut e nuk ka të drejtë askush të përzihet atij në pronën e vet. Që Zoti të numërohet Zot, ai duhet jetë pronar i qiejve, i tokës dhe i gjithçka që gjenden ndërmjet tyre. Kurse i madhi sa që nuk është pronar i asgjëje, sigurisht që nuk është Zot. Ai krijon ç'të dëshiroj. Zoti është plotësisht i fuqishëm për gjithçka. Kuptimi: Zoti krijon ç'të dëshiroj dhe me atë mënyrë që dëshiron vet. Për shembull, Ademin e krijoi pa nën e pa baba, Havan e krijoi pa nën dhe Isan e krijoi pa baba. Prej kësaj fraze nën kuptohet se Zoti është ai që krijon ç'të doj dhe si të doj, kurse i madhi Isa nuk mund të krijojë asgjë pa lejen e Zotit, prandaj ai nuk mund të jetë Zot. Zoti është i plot pushtetshëm për çdo gjë, kurse i madhi Isa nuk ka fuqi për çdo gjë, prandaj Isa ai nuk mund të jetë Zot. Zoti për të hedhur poshtë disa besime të tjera të krishterëve urdhëron e thotë: "Wa qalet al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku as-samawati wal-ard wama baynahuma wa ilayhi al-masir." Jehuditë dhe të krishterët thanë se ne jemi bijtë e Zotit dhe miqtë e tij. Thuaju, o i dashurim, atëherë pse ju ndëshkon ai juve për shkak të fajeve tuaja? Jo, ju jeni vetëm nga njerëzit që ai ka krijuar. Ai e fal cilin të doj dhe ndëshkon cilin të doj, sepse pronë e Zotit janë qiej, toka dhe gjithçka që gjendet në mes tyre dhe në fund vetëm te ai do të shkohet. Shpjegime. Në tefsirin e Taberiut dhe të Hazinit thuhet se disa nga jehudit kanë shkuar në audiencë të pejgamberit, i cili sipas detyrës së shenjtë që kishte, i ka thirrur ata në një fjalë të drejtë, nëse nuk e pranoni të drejtën, Zoti do t'ju ndëshkojë. Jehudit i kanë thënë pejgamberit, ne jemi bijtë e Zotit dhe miqtë e tij, prandaj ai nuk na ndëshkon neve. Për këtë fjalë ka zbritur ajeti për t'u refuzuar atyre pretendimin, si dhe pretendimin e të krishterëve. Zoti i thënjet e jehudimve dhe të krishterëve në këtë ajet i ka hedhur poshtë me 5 mënyra. 1.
1, me frazën atëherë pse ju ndëshkon ai juve për shkak të fajeve tuaja, që do të thotë: sikur t'jetë e drejtë fjala që thoni ju se jemi bitë e Zotit e miqtë e tij, ai nuk duhet ju ndëshkoj juve asnjëherë, sepse babai fëmijën dhe miku mikun s'është zakon t'i ndëshkoj. Pra me që Zoti ju ndëshkon, fjala juaj s'është e drejtë. 2. Me frazën jo ju jeni vetëm nga njerëzit që ai i ka krijuar, që do thotë nëse ju do t'ishit bitë e Zotit, nuk do t'ishit njerëz si gjithë të tjerët, por edhe ju vete pohoni pa pikëdyshimi se jeni njerëz të krijuar. 3. Me frazën ai e fal cilin të doj dhe ndëshkon cilin të doj, që do thot edhe ju jeni nga ta njerëz që shpresoni falje dhe keni frikë prej ndëshkimit të Zotit. Pra nëse do t'ishit bitë e Zotit, nuk do t'kishit frikë prej ndëshkimit të tij. 4. Me frazën sepse pronë e Zotit janë qiejt, toka dhe gjithçka që gjendet në mes tyre, që do thot edhe ju o ehli kitab jeni prej atyre që gjendeni në mes qiellit e tokës, që janë pronë e Zotit dhe ju jeni robët e tij. Pra nëse do t'ishit bitë e Zotit, nuk do t'ishit robërit e tij. 5. Me frazën dhe në fund vetëm te ai do të shkohet, që do të thotë vendi ku do të shkojë secili për të gjykuar është vetëm para Zotit dhe ju bashkë me të gjithë njerëzit e tjerë, po atje do të shkoni. Pra sikur ju t'ishit bitë e Zotit dhe miqtë e tij të dashur, patjetër që do të kishin ndonjë privilegj mbi të tjerët, por nuk keni asnjë, atëherë nuk është i vërtet mëtimi juaj.